Pas disa orë kërkimesh, vetë të afërmit kanë nxjerrë nga lumi i Shkumbin tashmë të pajet 18 vjeçaren Albina Hunçi nga Librashdi. Trupi ishte shtyrë nga rrjedha e forcë deri në Mirak, rreth 4 kilometra larg vendit ku ndodhi aksidenti. Familjarët kërkojnë edhe ndihmën e polumbarëve për të vazhduar kontrollet për bashkëshortin Ismet Karaj, 32 vjeç. Sipas të afërmve, dy bashkëshortët, prindër të një vajze 1 muajshe, ishin nisur drejt Tiranës rreth orës 9 të paradites së të mërkurës. Burri ishte kthyer nga emigrimi nga Greqia dhe kërkonte të gjente një banesë me qira në Tiranë për t'u vendosur me familjen e re. 2 telefona kishim me vetë, asnjëri nuk binte, edhe kemi vazhduar kërkimet, kemi vënë në polici. Policia na jep të targat emrave të ndryshëm, jo nga Tirana, jo nga Elbasani. Kanë ardhur polimbarët, kanë kërku vetëm nga makina, nuk kanë kërku fare lumit. Edhe sot është gjetë trupi i gocës. Nga hetimet e para, shoferi ka humbur kontrollin për shkak të shpejtësisë së madhe dhe makina është rrëzuar në vendin e quajtur Ura e Murashit, por rrjedha i ka shtyr disa kilometra më poshtë. Mjeti u zbuluaj që mesditën e të mërkurës, por deri në orët e vona të mbrëmjes nuk dihej ende se sa persona ishin aksidentuar me të.